Të nderuar të pranishëm, ne sot do të flasim në lidhje me një temë për cilën na kena shumë nevojë. E ajo është tema e falënderimit, tema e mirënjohjes ndaj Allahut krijuesit ton subhanahu wa taala. Ne sot jetojmë në një kohë që me të vërtet jetojmë midis begative, mirësive të shumta, të cilat Zoti neve na i ka dhuruar dhe na ka dhënë prej atyne që kanë qenë më herët. Me siguri se shumica në këtë xhami, gjysma apo shumica janë prej para 26 vjetje, pra prej para luftës, dhe se e din se më të pasur se sa që jemi sot nuk kena qenë kur asnjëherë, edhe më shumë se sa që kena pas në kohën që sot po jetojna nuk kena pas asnjëherë. Edhe më të lirë se sa sot nuk kena qenë asnjëherë, sepse jo që jeni matë më shumë e dini se qysh ka qenë koha e para 26 vjete, pra derisa ka përfundu lufta në atë okupim të cilin kemi qenë, e që sot edhe e kemi mostër, e dim se në vendet atje ku është duke ndodhë luftrat të cilat janë duke ndodhë në ato shtete, nuk është njëjtë, sikurse me qenë liri ku nësët jemi, sikurse me qenë në frikën se a kena me mujt me dalë nesër apo jo. Pra është një prej mirësive të Allahut liria që na sot e gëzojna, e inshallah gjithmonë do ta vazhdojmë dhe do ta kemi këtë liri. Pastaj janë edhe të mirat e tjera materiale, pra ne sot gjithë kena shtëpia, kena familje, është për qëllim shumica absolute jonë, kemi shtëpijat e tona, i kena familjet e tona, edhe na ka dhuru Zoti begatit shumëta, familje, gru, fëmijë e kështu me radhë, familje të shëndosh, edhe shëndet, mirë po çka na mungon, ajo të cilën na mungon edhe duhet me pas parasysh është falënderimi, mirënjohja ndaj Zotit. Thot Allahu në Kur'an: "La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum fa inna adhabi lashadid." Nëse ju falenderoni, unë do t'ju ashtoj të mirat, kurse nëse ju mohoni, me të vërtet dënimi i Zotit është i ashpër. Secili prej neve nëse dikuj na i ndihmoj na qoftë, e dim që nështë është dikush hall lig apo ka nevojë dhe i ndihmoj na 1 herë, 2 herë, nuk e këqyrëm, 3 herë, mirë po nëse i ndihmoj na vazhdimisht edhe masani kur e takojna ato që i kena ndihmu në rrugë, e shohim që ai pe kthen kryt tjetrenon, ose as nuk po na respekton as kur gjë, me siguri që ka me na u kriju në zemrën tonë, i ndjen ju e mirë se që ti na bëj plot të mira, edhe diqysh po ma kthen shpinën. Ose runa Zot të dikujna i bën mirë, ai qohet mas 1 muaj ose mas 1 viti të bën keq. Por qysh ka me kanë raporti jonë me të. Me siguri se ka me kanë ndjenjë shumë e keqe, edhe një farë pishmanllako ki me thonë se i pas na ra pishman që i kom një mu këtina. Kurse raporti jonë me Zotin, sepse shembull krahasimet nuk janë krahasime dhe atina Allah t'i takojnë shembujt më të lartë, mirë po edhe Allahu pikërisht prej neve kërkon falënderimin, nuk kërkon diçka me bo shumë ekstra, mirë po e kërkon prej neve që me kanë falënderues, mirënjohës ndaj Zotit për mirësitë që na ka dhënë. Ai pra neve na ka dhënë shumë mirësi materiale që na sot i gëzojna, pasuritë e kështu me radhë. E para këtyne janë pasuria e shëndetit që na e kena, pra kemi sy, kemi vesh, e kemi shëndetin, e që janë pasuri që nuk kanë çmim. Le të shkojmë ta pyesim atje në spital, ata dhe të shkojnë me ia bëni vizitë edhe me i pyet ata që ndoshta e kanë dorën e thyne, ose ndoshta e kanë humb një sy, ose ndoshta e kanë humb komen, apo smundje kanë të rënda, veç mi pyet se sa parë kishe jap ti me ta kthy Zoti atë sy, ose me ta kthy dorën që nashta e ka humb, ose komen, sa kish me paguaj, ai nashta me miliona kish me jap, veç mi ja kthy Zoti pasuninë e synit, apo të gojës, apo ndoshta të veshit e kështu me radhë. Pra, gjitha këto janë pasuri që Zoti neve na ka dhëruar dhe nuk ka lyp kur far shpërblimi apo kur far pagese që na mi bo, për kundrazi Zoti prej neve lyp vetë të mirënjohje. Dhe një shembull, një prej dietarëve, një kohë atje, njëherë duke ecë në rrugë, duke ecë shkon e takon, e shen një njeri që e na nuk jem në atë kategori, elhamdulillah që si jemi, e shen një njeri pa dur edhe pa kom, vetëm trupi edhe kryt e tij, ai pa dur edhe pa kom, mirë për peshet për vrejnë që ai
po bën elhamdulillah, po falenderon Zotin, po bën dhikr pra, po është po falenderon Zotin edhe po shkon te ai, edhe pi thot, a bën me të pyet çak shumë diçysh po falenderon Zotin, ai pa desh me përbuz ato, mirë po pi thot shumë po falenderon Zotin, po as nuk pas ke dur as kom, edhe po falenderon Zotin, e ai i gjëmti i përgjigjet i thot, unë pe falenderoj Zotin se ai mu edhe pse kam të dur si kam, ai mu ma ka jap gojen edhe ma ka lan gjuhën për me fol, edhe për këtë arsye pe falenderoj. Edhe mi ka lan syt, edhe mi ka lan vesh me ndëgju, pe falenderoj për këto mirësit e tjera. Pra, ai kur e sheh se çysh është situata, ai dietari e ul kryt edhe vazhdon, kur ju kujtohen se sa shumë mirësi tjera ka ai edhe na. Andaj pra ai i cili ka qenë atë formë e ka falendëruar Zotin, e qysh është çështja jonë që na sot nuk kem asnjë dhimbje, dikush prej neve ka njerëz smure me mirë, po elhamdulillah që i kalojmë. Prej atyre që mas shumti s'ka dallim kanë qenë falendërues ndaj Zotit janë pejgamberët e tij, edhe për këtë arsye Allah i ka dallu, thuhet se pejgamberi Davud alayhi salam 24 orë e falendëronte Zotin me familjen e tij. E qysh 24 orë, ai e ndonte familjen e tij që e kishte në 3 pjesë. Një pjesë familjes i thoshte ju keni me falendëruar Zotin në pjesën e parë të ditës, pjesën tjetër të familjes i thoshte se keni me falendëruar pjesën e dytë, kurse pjesës tretë të familjes i thoshte se keni me falendëruar pjesën e natë në pjesën e fundit të ditës, dhe kështu 24 orë në familjen e tij falenderoi Zoti, e pastaj edhe në Kur'an Allah e përmend ku thotë se Davudi ishte prej atyre që shumë e falenderonin Zotin. E pastaj edhe pejgamberi Nuh alayhis salam që thuhet se çdo vepër që ai e bënte, mas çdo vepre e falenderonte Zotin. E na e dim se Nuh ka jetuar 950 vjet apo edhe 1000 vjet në disa transmetime. E pastaj edhe pejgamberi alayhis salam një herë prej herave kthehet me gruan e tij në shtëpinë e tij, kthehen të lodhur prej një rrugëtimi, edhe pas jacis pra, edhe bjen me flajt gruaja e tij, mirë po peshe që pejgamberi alayhis salam veç po merr abdes, nuk po bjen me pushu, edhe po merr abdes pianis me u fal, edhe po falet të natës, so që ajo po flan gruaja e tij, po quhet masanej peshe që këtina pejgamberit i van aj kom duke u falur, edhe po çuditet po i thot, ja Rasulullah, lima taf'al hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, pse po e munon veten kaq shumë, e Zoti ty kreti ka fal gjunat, edhe ato që kanë kalu, mirë po edhe në të ardhmen çat bësh ty Zoti kreti ka fal. E i thot pejgamberi, o Aisha, a mos t'jem falendërues mirënjohës ndaj Zotit për krejt mirësitë që mi ka dhënë. Ai ka qenë mirënjohës, edhe neve na thot Zoti këtu në Kur'an që nëse ju falenderoni për begatit që Zoti ja u ka dhuru, Zoti ju e ja ushton. Kurse nëse ju mohoni, vetëm të vërtet dënimi i Zotit është i ashpër, e ka shembuj, e dim shembuj të shumt atje që ata të cilët Zoti i ka dhuru shumë mirësi të mëdha, e që pastaj janë bë krye lart, edhe në kohën e faraonit atje ka qenë një mret i cili ka pas aq shumë pasuni, sa që jo veç pasuni, mirë po qelsat e depove tina u desht shumë njerëz me i bardh bashkë, sepse në kontron, edhe ka pas Zoti i ka dhuru, ai ka qenë besimtar, pra ka qenë musliman besimtar që e ka falendëruar Zotin, edhe Zoti ka jap shumë pasuni. Mirë po qatë shumë pasuni që i ka dhënë, ka ardhur puna që duhet edhe njerëz me ja boj qelsat e tij jashtron, e ka harru Zotin e vet, edhe ja ka nis dikur as mos me jap sadak, as edhe ja ka nis duke lavdru veten me thonë se këto i kumbo për shkak se unë jam koni meqëm, edhe kom arrit me shtu biznesin, pasurin tem, edhe kështu ja ka nis edhe mos me konë mirënjohë ndaj Zotit, edhe me mos me falendëru Allahun, edhe mos me jap kanë shku nevojtar të ai mi lyp, po nuk i ka nimu, pra i ka kthy dur bosh, sa që Zoti në një net prej netve, me kejt pallatin e vet, pasurin e vet, e shemb edhe nër tokë shtin me krejt dokatin ato, edhe ai ka mbet shembull i mos mirënjohësve deri në ditën e gjykimit, e atyre të cilët nuk janë falendërues. Andaj për neve duhet me qenë mësim në kohën tonë që mos me kanë prej atyre të cilët janë mos mirënjohës ndaj Zotit, mirë po me qenë prej atyre të cilët e falenderojnë, e pastaj Allahu
ata cilët janë mirënjohës edhe ja shton pasurinë, ja shton shëndetin e kështu me radhë, kurse ata cilët janë mos mirënjohës, çdo herë janë në humbje, e runa Zot janë edhe në dënime atje. Andaj të bëhemi prej atyre që çdo herë falenderojnë Zotin për ato që i kena, edhe për ato që nuk i kena, për shkak se çdo gjë është në dorën e Zotit dhe ai e din se kur është më hajër edhe ma mirë për neve me na dhonë mirësit e ti, apo ato që neve mundën me na mungu. Hadha wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.